Kandidati për kryetar të Prizrenit, Dritan Selmanaj, është zotuar se nëse merr drejtimin e kësaj komune, do të ndërtojë një sallë të re sportive, pishinë olimpike e fusha tenisi. Gjatë vizitës që u bëri klubit basketbollist, tha se nëpërmjet këtij projekti synohet që Prizreni të kthehet në qendrën kryesore sportive të rajonit. Plani jonë kryesor është me ndërtu një qendër të re sportive. Ne kemi menduar që këtë sallë nuk është mirë me rënë, me lanë, po këto me lanë për ushtrime, për servitje. E ndërkohë, po në këtë hapësinë, kemi dalë, kemi marrë me gjëllet të krejt dhe ka hapësirë të mjaftueshme për me ndërtu një sallë të re sportive me standardet FIBA-s, që mund të jetë për gjitha sportet me dorë, jo vetëm për basketboll. Po ashtu, në pjesën e sipër me pas sallës sportive me ndërtu edhe pishinën olimpike, edhe me qenë hapun në kohë caktuar edhe për njerëz që jetojnë në Prizren, jo vetëm për garë ndërkombëtare, por edhe 4 fusha të tenisit. Zotime për kushte më të mira në sport dhe edhe kandidati për kryetar të Podujevës, Ekrem Hyseni. Ai tha se do të mbështes sportistët llapian duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e sportit. Gjatë një vizite në klubin e futbollit Llapi, ai tha se nëse fiton besimin e qytetarëve më 12 tetor, nevojat dhe kërkesat e sportistëve do të trajtohen me prioritet. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka folur për investime që planifikon t'i bëjë në lagjen Dardania, duke premtuar fasadimin e banesave dhe rregullimin e ashensorëve. Ashtu që kena ndresh tunelin e Kurizit, ashtu kena me ndresh këtë Davanit, me fasada, me lifta, me të natmirat. Që që lëzuar edhe 4 vite të lëzuar të Prishtinës me Davanin ikonike. Kryetari i Istogut e kandidati për një mandat tjetër, Ilir Ferati, ka prezantuar programin e tij për zhvillimin e turizmit dhe bujqësisë në komunë. Ferati paralajmëroi ndërtimin e viewpointit të vendi i quajtur Kërshi Koç në Vrellë, që sipas tij do të shërbejë si pikë panoramike për turistët. E kandidati për kryetar të Ferizajit, Visar Azemi, është zotuar se nëse fiton besimin e qytetarëve, do të ndajë një parcel për ndërtimin e zyrave të reja për shoqatat e dala nga lufta. Gjatë një takimi me përfaqësuesit e këtyre shoqatave, Azemi tha se mbështetja për ta do të jetë pjesë e programit të tij. Ndërsa kryetari i vitit Sokol Haliti ka prezantuar inkubatorin e bizneseve, në të cilin sipas tij do të zhvillohen 11 projekte të reja. Gjatë vizitës që bëri në hapësirat ku po zhvillohen punimet, Haliti tha se ky projekt ka për qëllim krijimin e një ekosistemi ekonomik.